Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Një ndër lutjet që i bën besimtari para iftarit është o Allah na ruaj nga zjarri i xhenemit, nga xhenemi. Si është e jesh banor i xhenemit? Shive, kjo pyetje më e rëndë që mundet m'ia bë dikush. Duke pas parasysh Allah subhanahu wa taala në ka zbrit Kur'anin në përmes Muhamedit sallam dhe thënjet profetike në nuk mund ta dim vetvetiu se xhenemi çka ka. Mirë po pas asaj që na mësoi Kur'ani dhe Muhamedi sallam atëherë mendojmë që inshallah Zoti na ruan nga zjarri i xhenemit. Puna më e keqe që mund të më ndodhë njeriu të më xhenem. Ajo është xhenemi o zjarr që i përvlon, i djeg lëkurët, i djeg njerëzit. Është diçka dënimi i jashtëzakonshëm. Për atë shkak të drejtën absolute për mi dënu njerëzit me zjarre ka vetëm Allah. Nuk ka njerëz që mund në botë se dikush ka me kur në dy thotë, ju në xhenemi, njeriu e kallë, njeriu e djeg njeriu. Njeriu tash djeg fëmijë, graje, burra, njeriu e djeg njeriu. Kjo ndanu, kjo katastrofë. Ama Allah subhanahu wa taala ka të drejtë absolute mi dënu njerëzit me zjarr. Sigur që e ka kriju xhenemin dhe në ka dhënë librin e Kur'anit dhe në ka dhënë rregull. Në momentin që i realizojmë rregullat, vallahi askush nuk hin xhenem. Askush nuk hin xhenem. Mirë po xhenemi është për tehdit me frigu njerëzit. Si që o burgi, o njëshi, e ke po njëshi në shkollë, pse o njëshi? Nota një. A ka dikush qef me pas njësh? S'ka. Ama kërcënim, nëse nuk mëson me njësh, apo nëse nuk je i drejt hin burg, nuk do të thonë që këtë hin burg, ama ekziston burg, edhe xhenemi. S'ka nevojë me kundërshtu, nuk ka është, është xhenemi bile thot helmim me zit. Në shembull grupe njerëz me miliona me thotë ka ende. Këta që se besojnë s'prish punë, ndash besojnë, ndash mos besojnë, xhenemi ekziston. Xhenemi është për ata që e mohojnë Zotin. Po. E do të ketë një grup nga besimtarët që do të hinë xhenem për shkak mëkateve të mëdha që kanë bërë. Nëse nuk pendohen ata, Zoti i dënon, ama prapë pastaj vjen koha që i nxjerr dhe shpërblehen pastaj hinë në xhenet. Ma ata që e kanë mohu Zotin, i kanë bërë tak Zotit, kanë thonë Zoti 1, 2, 3, 5. Ka fëmijë Zoti. Ka fëmijë Zoti, llojshmëri të kufrit të mosbesimit dhe çeli ata kanë më qenë të përhershëm në xhenem. Zoti na ruajt dhe na udhëzoft e na mbrojt nga zjarri i xhenemit. E këta që e shajnë fenë edhe këto, fenë islame. E shajnë këto. Xhenem kanë më qenë. Dhe shive, ne me qenë se du me bo qef, edhe me i qu kitë këta në xhenet, Allahu subhanahu wa taala, unë nuk kam puna të unë. Aj që njerëzit edhe pse Allahu më i mëshirshëm sa. Edhe më i drejtë. Neve na më menja që janë të mëshirshëm. Derisa që ata që filozofojnë, parlamenti dikush më vavoni pa drejtësi për njerëzve, çka ju bëjnë këta? Këta janë shumë të këqij. Ata që nuk besojnë Zot janë katastrofa e njerëzimit. Ateizmi solucion. Katastrofa e njerëzimit. Se këta nuk besojnë Zotin, realisht besojnë. Në momentin që ndodh diçka e jashtëzakonshme, gjendje jashtëzakonshme bota ata drejtohen te O Zot. Allah i shpëlbeft. Faleminderit. Zoti na ruajt. Amen. Do me thonë, është e preferueshme me bë para iftarit këtë lutje, o Allah na ruaj nga xhenemi. Wallahi po. Lutja Zotin që na çojë në xhenet e të na mbrojë nga zjarri i xhenemit. Alhamdulillah.